Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministria e Punëve të Jashtme e Izraelit përmes faqes së saj në rrjetet sociale paralajmëron Europën se kapacitetet raketore të Iranit janë në gjendje të godasin edhe këto vende. Në një grafik të publikuar nga Qendra për Studime Strategjike dhe Mbrojtje shfaqet një hartë me rreze të ndryshme goditje. Ato shtrihen nga 300 km deri në 2500 km. Në këtë mënyrë, kjo bën që një pjesë e konsiderueshme e Europës juglindore, ku përfshihet dhe Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe Serbia të jenë pjesë potenciale e rrezikut. Pak ditë më parë, raketat iraniane goditën dhe një bazë amerikane në Qipro duke shkaktuar përshkallëzimin e parë të konfliktit dhe në vendet europiane. Ndërsa një ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, garantoi paprekshmërinë e të gjitha anëtarëve të saj në një vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës paralajmëron se do të ndërpresë tregtinë me Spanjën. Shkaku bën mesazhet se Madridi nuk do të lejonte përdorimin e bazave amerikane nga territori spanjoll për sulme në Iran. Donald Trump cilësoi Spanjën si një aleate shumë jo bashkëpunuese. Some of the European, like Spain, has been terrible. Për kreun e shtëpisë së bardhë, qëndrimi i Madridit nuk ishte në përputhje me pritshmëritë e Shteteve të Bashkuara, në një kohë kur situata ndërkombëtare është e tensionuar. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Ai deklaroi se ka udhëzuar sekretarin e Thesarit Scott Bessent dhe ekipin ekonomik që të shqyrtojnë hapat konkret për të ndërprerë të gjitha marrëdhëniet tregtare dhe financiare me Madridin nëse nuk arrihet një marrëveshje apo ndryshim qëndrimi. Spanja e konsideroi një ndërhyrje ushtarake të pajustifikuar dhe të rrezikshme sulmin amerikano-izraelit në Iran. Kryeministri socialist spanjoll Pedro Sánchez dënoi veprimin e një anshëm ushtarak të SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit, duke paralajmëruar se ai po kontribuon në një rend ndërkombëtar më armiqësor dhe më të pasigurt. Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa hacia un mundo cada vez más inestable, más inseguro. Qëndrimi i tij është përforcuar nga refuzimi i qeverisë për të lejuar përdorimin e bazave në Rota dhe Moron për sulmet në vijim. Merret edhe kryeministri britanik Keir Starmer fillimisht nuk lejoi përdorimin e bazave britanike për shkak të dyshimeve mbi lishmërinë e sulmeve, por ndryshoi qëndrim pas sulmeve hakmarrëse iraniane në rajon. Ekonomi. Opozita shqiptare paralajmëron një rritje të mundshme abuzive të çmimeve të karburanteve nga operatorët privat. Përmes rrjeteve sociale, deputetja e Partisë Demokratike e Veriut të Tabakut tha se një rritje çmimit të karburantit, kur nuk është reflektuar ende në tregjet ndërkombëtare, është e pajustifikueshme. Teksa kompanitë kanë paralajmëruar fillimisht një rritje me 20 lekë dhe më pas me 40 lekë për litër, Tabaku thotë se është shqetësuese mos reagimi i institucioneve kompetente për të kontrolluar tregun. Njoftimi i kompanive të karburantit në Shqipëri që do të rriten çmimet së pari 20 lekë, më pas 40 lekë për litër, habiti shumë kënd. E para për arsyeën e thjeshtë sepse çmimi nuk është rritur akoma në bursa. Dhe e dyta, sepse ky që nga një çmim i përcaktuar. Çfarë bën autoriteti i konkurrencës? Çfarë bën qeveria shqiptare për të kontrolluar këtë treg që sot i ka çmimet shumë më të larta se rajoni, që i ka çmimet të paktën 30 deri në 40% më të larta se vendet fqinj, duke nisur nga Maqedonia e Veriut dhe duke vazhduar në Malin e Zi. Deputetja e Partisë Demokratike mbyll reagimin e saj duke thënë se rritja e çmimeve është një abuzim i hapur në kurrizë të qytetarëve dhe se tregu i karburanteve në Shqipëri nuk funksionon sipas parimeve të konkurrencës së lirë dhe ekonomisë së tregut. Rritja e çmimeve në këtë mënyrë abuzive në kurrizë të qytetarëve, në kurrizë të bizneseve që përdorin karburantin edhe për nevojat e tyre është vjedhje. Është korrupsion i hapur. Nëse do kishim një shtet që do funksiononte dhe nëse do kishim mekanizma që kontrollonin organizimin e këtyre kompanive dhe mënyrën si përcaktohen çmime, nëse do kishte një ekonomi të mirëfill tregu, një treg të hapur dhe konkurrencë, kjo nuk do të ndodhte. Kriza e mundshme energjetike për shkak të sulmit amerikano-izraelit në Iran vendos të lëvizje strukturat qeveritare në Maqedoninë e Veriut për të garantuar popullatën se nuk ka vend për rrezik të rritjes së çmimeve. Ministria e Energjetikës Sanja Bozhinovska informoi se rezervat shtetërore të naftës janë të qëndrueshme dhe garantojnë sigurinë e furnizimit me derivatet e naftës. Ministria njoftoi se situata aktuale energjetike dhe rreziqet e mundshme gjeopolitike po monitorohen nga afër. Sipas saj, aktualisht importi i derivateve të naftës po zhvillohet pa probleme dhe si një mekanizëm shtesë sigurie është siguruar tubacioni i produkteve Selanik Shkup, i cili lejon rrjet të vazhdueshme të gjitha llojeve të derivateve të naftës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.